Po shikoja një video ku po flisin në lidhje me bullizimin dhe po thonin që bullizimi ka filluar të ndodhë që në një moshë shumë të vogël, në kopshte, ku po rrefej mami një fëmijë dhe thonte që vjen vajza ime në shtëpi, është 4 vjeçë dhe thotë që mami unë nuk jam e bukur, mami mua nuk më pëlqen kjo, pra gjëra të cilat ja kanë thënë shokët dhe shoqet në klasë dhe ka filluar t'i përjetoj, pra që t'i besoj vërtet që është ashtu siç ata shokët dhe shoqet e grupit i thonë. A mund ta ndryshojmë dhe të parandalojmë ne këtë gjë? Po, ne mund ta ndryshojmë dhe ta parandalojmë këtë gjë. Ne prindrit mund ta bëjmë këtë gjë. Duke filluar nga mënyra se si ne e rrisim, e edukojmë dhe se si e rrisim vetbesimin tek fëmia jon. Po, mund të fillojmë nga ne prindrit, nga mënyra se si ne prindërojmë. Dhe shpesh herë në videot ku them, shpesh herë bëj video ku them që nxiteni pavarësinë e fëmijës që në një moshë të hershme. Që në momentin që fëmia fillon të ecë, që ka mundësi të marrë një lodër dhe ta çojë tek vendi i tij, ta marrë një lodër ta çojë në koshin e lodrave, dhe ne ta përgëzojmë për atë gjë që bën. Në këtë mënyrë fëmia ndihet i dobishëm, fëmia ndihet shumë i aftë, fëmia ndihet i lumtur sepse ndihet i vlerësuar dhe po ai mund të bëjë diçka. Të marrë pampersin, shkon ta hedhë në koshin e plerave dhe të përgëzohet, bravo, ti bëre gjithë atë rrugë dhe hodhet te koshi të lumt, përgëzohet për përpjekjen që ai bën, për veprimin që ai bën. Në këtë mënyrë fëmia ndihet i dobishëm dhe fillon të rrisë atë, të krijojë vetbesimin dhe më pas fillon të rritet vetbesimi tek fëmia. Sepse ne prindrit nga dashuria e madhe që kemi për fëmijët, shpesh herë gabojmë në këtë pjesë, duke thënë që okay, se bëj unë, s'ka problem. Pra duke parë si diçka shumë të vogël edhe të parëndësishme, pse duhet ta bëj fëmia, bëj unë. Unë jam mami, unë jam prindi, do ta bëj unë për të. Por harrojmë që ne në këtë mënyrë po e dëmtojmë fëmijën, po i dëmtojmë vetbesimin, po e trajtojmë si një fëmijë që është i paaftë, s'mund të bëjë, s'mund të çojë një lodër tek vendi, s'mund të hedhë pampersin, s'mund të marrë pampersin, s'mund të marrë letrat e lagura. Fëmia mund t'i bëjë këto gjëra. Lërini hapësirën t'i bëjë fëmia, që në këtë moment e fillon vetbesimi tek fëmia. Më pas, mënyra se si ne e trajtojmë fëmijën ka të bëjë jashtëzakonisht shumë dhe është shumë e rëndësishme. Patjetër që duhet ta trajtojmë fëmijën me dashuri, por duhet të trajtohet gjithmonë si një person që është i aftë. Shpesh herë ndodh që fëmia rrezohet kur je jashtë në rrugë apo brenda në shtëpi, edhe shikoj prindër që reagojnë, u bën nami. Patjetër që të dhëm shpirti, absolutisht, të dhëm shpirti për fëmijën. Por duhet kemi kujdes nga mënyra se si reagojmë, sepse nga reagimi jon ndikojnë shumë gjëra. Patjetër u rrëzua fëmia, okay, ço mami, ti mund të çohesh, ke nevojë për ndihmë, nëse shikon që është vrarë dëmtuar shumë, nëse shikojmë që nuk është vrarë, thjesht u rrëzua, po mami ti mund të çohesh, bravo, të lumt, pastroj duart, momenti që fëmia nuk është çar dhe nuk është vrarë, atëherë thjesht e bën si diçka jo shumë të rëndësishme dhe të reagosh, sikur u bën nami. Po, u rrëzua, ti mund të çohesh, bravo. Patjetër që fëmia do të rrëzohet edhe do vritet etj. Pra janë ca gjëra që duken, siç e thash, shumë pa rëndësishme, por kanë jashtëzakonisht shumë rëndësi në zhvillimin e fëmijës, në zhvillimin e karakterit dhe personalitetit të fëmijës. Kështu që po, që në këtë moshë duhet të kemi kujdes mënyrën se si e trajtojmë fëmijën, dhe më pas, duke u rritur, duhet të bisedojmë gjithmonë me fëmijën për gjërat që ai ka, si fiziku që është, për gjërat që bën, çfarë lloj gjëje. Zhvilloni biseda që po ai është një fëmijë shumë i bukur, ashtu si çdo fëmijë tjetër. Të gjithë fëmijët janë të bukur, ashtu si çdo njeri tjetër, të gjithë njerëzit janë të bukur. Prandaj janë njerëz të ndryshëm, sepse kanë bukuri të ndryshme. Dhe ajo çfarë bën njeriu akoma më të bukur është mënyra se si ne sillemi me të tjerët, edukata që ne kemi, mënyra se si ne i ndihmojmë të tjerët, mënyra se si ne i respektojmë të tjerët. Këto janë elemente të cilët e bëjnë njeriu akoma edhe më të bukur. Nëse ti mund të jesh i bukur jashtë dhe nuk di të sillesh me të tjerët, i ofendon, i bën të ndihen keq, kjo gjë të prish edhe bukurinë e jashtme. Nuk mbetesh më një person i bukur. Kështu që bukuria është një paketë, së bashku bukuria e jashtme dhe bukuria brendshme e shpirtit e të qenit një njeri i mirë. Janë gjëra të cilat unë bisedoj gjithmonë me fëmijën tim. Gjithmonë, edhe kur ndodh një situatë, edhe gjithmonë mundohem që ta vë vajzën time në vend të tjetrit. Po sikur të ishe ti, si do ndiheshe ti. Pra është kjo pjesa që zhvillohet, pjesa e empatisë, që përpara se të bësh diçka që mund të lëndoj tjetrin, mendoje pak më gjatë, po sikur ai tjetri të ma bënte mua, si do ndihesha unë? Pra janë disa gjëra biseda që duhet fillojnë
me kalimin e kohës duke u rritur fëmia dhe duke i biseduar dhe duke i trajtuar, por bisedat gjithmonë do zhvillohen në bazë të moshës që ka fëmia. Kështu që në këtë periudhë fillohet pjesa e vetbesimit tek fëmia. Mundoni të përforconi dhe të përgëzoni përpjekjet e fëmijës, procesin në të cilën kalon fëmia për të arritur qoftë rezultatet apo qoftë një detyrë të caktuar. Mos u fokusoni për të përgëzuar fëmijën, bravo, ti ke marrë një notë shkëlqyer të lumtë, që të shkoj fokusi tek nota dhe tek përfundimi, por përforconi dhe përgëzoni procesin në të cilën ka bërë fëmia për të shkuar atje. Bravo, ti e përpjekur shumë, ti ke mësuar shumë, ke lexuar shumë, je lodhur shumë, bravo, të lumt, ti po përpiqesh shumë edhe kështu ti arrin gjëra të bukura, gjëra të mira, gjëra të cilat ty të pëlqejnë dhe ty të bëhen të ndihesh mirë. Pra, ti e vën theksin tek ajo gjëja që ka bërë fëmia për të arritur atë rezultat. Kështu që janë ca gjëra që duken sikur janë të parëndësishme, por kanë jashtëzakonisht shumë rëndësi në formimin e personalitetit dhe karakterit të fëmijës. Dua t'ju kap se u zgjata shumë një situatë konkrete me vajzën time, vjet, pra para një viti pothuajse. Vendosëm në fakt unë dhe vajza që të prisnin flokë, pavarësisht se unë isha pak skeptike, sepse vajza e kishte flokët deri në fund të shpinës edhe vendosëm të prisnim këtu. Dhe ishte një ndryshim shumë i madh. Okej, vendosëm, kishte dëshirë të priste, okej, thash, mund t'i presësh, janë flokët e tua fundja, si të ndihesh ti më mirë me veten tënde. Edhe i previ flokët, shkoj në shkollë dhe kur erdhi, mami, thash, çfarë të thanë shoqet, si ju duken. Edhe filloi duke më thënë, filan shoqe më tha që ishte më bukur ashtu, pse i preve, mësuesit si pëlqyen, më thash shumë bukur, me shëndet, por më tha, i thash një shoku të klasës, si të duken flokët e mia, dhe ai më tha, je bërë si nëna ime. Thash, ti si u ndjeve? Çfarë bëre? Thjesht i thash që nuk mund t'i themi një gjë të tillë personit tjetër sepse ai mund të mërzitet. Edhe u largova. Edhe mu shpreh, mua nuk më intereson se çfarë mendojnë të tjerët. Mjafton që mua më pëlqejnë flokët e mia, edhe unë i preva sepse më pëlqejnë mua dhe nuk më intereson nëse i pëlqejnë apo jo të tjerëve. Dhe realisht kjo më bëri të ndihesha dhe unë mirë dhe i qetë në këtë pjesë, sepse thash okej, nuk ndikohet shumë nga mendimet e të tjerëve. Pra dua të them, e mora si shembull këtë pjesën që të gjitha këto procese që i ka kaluar më përpara fëmia kanë shërbyer që sot fëmia është 8 vjeç dhe ka një vetbesim. Gjë e cila nuk do ndikohet për shembull nga personat që do t'i thonë të tjerë. Pra patjetër që mund të ndodhi që të mërzitet pa diskutim, por ajo çfarë ka më tepër rëndësi për të është mënyra se si ajo mendon për veten e saj. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe ne mund ta ndryshojmë këtë gjë, sepse duke rritur një fëmijë të tillë, të mirë edukuar, me një vetbesim të lartë, ky fëmijë as nuk do të bullizojë të tjerët, por as nuk do ndikohet nga bullizimet e të tjerëve, pra që do t'i bëjnë fëmijës. Kështu që do të di ta përballoj këtë gjë dhe ta përjetoj më mirë. Kështu që kjo ishte ajo çfarë doja të ndaja, e di që u zgjata shumë, por doja t'i shpreha të gjitha këto.